إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Të gjitha lavdërimet I takojnë Allahut subhanahu wa ta'ala. Atë lavdërojmë, ndihmë dhe falje vetëm prej Tij kërkojmë. I kërkojmë mbrojtje Allahut nga keqja veteve tona dhe punëve tona. Atë që udhëzon Allahu nuk ka kusht ta humb, ndërsa atë që ai e çojnë humbje nuk ka kusht ta udhëzojë. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut vetëm partak. Po ashtu dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe I dërguari I Tij. Lëvdata e shumtë dhe shpëtimi I madh I Allahut qoftë mbi të, mbi familjen dhe shokët e Tij, si dhe mbi të gjithë ata që e pasuan atë me përpikmëri deri ditën e Kiametit. E në vijim, vëllezër të nderuar, vazhdojmë mësimin në librin Vlerat e Islamit të Sheh Muhammad ibn Abdul Wahhabit, Allah më shëroft. Me shpjegim dhe komentim të shehut të nderuar Sheh Salih Al Fauzanit, Allahu e ruaj. Ne në mësimin e kaluar morëm temën se bidati është më I rëndë se sa gjunahu I madh. Dhe e përfunduam atë, ndërsa sot do vazhdojmë me një temë tjetër e cila ka lidhje me temën e kaluar. Ndaj Sheh Muhammad ibn Abdul Wahhabi, Allahu më shëroft, thotë tema mbi atë që ka ardhur se Allahu ja ka penguar pendimin pasuesit të bidatit. Tema mbi atë që ka ardhur se Allahu e ka izoluar pra pendimin ndaj pasuesit bidatit apo ndaj njeriut bidatit. Pra kjo temë do të thotë se Allahu I lartësuar nuk ja mundëson pendimin njeriut të bidatit dhe kjo në shumicën e rasteve, dhe jo se është mbyllur dera e pendimit për të. Këtu Sheh Salih Al Fauzan, Allah e ruajt, thot se kjo temë sqaron dhe flet për aspektet të cilat tregojnë se bidati është më I rëndë se sa gjunahu I madh. Dhe ndër këto aspekte është se njeriu I bidatit ati nuk I jepet sukses që të pendohet tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Madje ai këmbgul në bidatin e tij. Dhe kjo është ajo që ndodh në shumicën e rasteve. Sepse njeriu I bidatit mendon se ai është në të vërtetën dhe se ajo që ai ka zgjedhur ajo është e sakta. Dhe se puna që bën ai, veprimet e tij janë prej fesë dhe janë hajër. Pra, ai kurrësi nuk mendon ndonjëherë që të tërhiqet nga bidati I tij apo që ta lëri bidatin e tij. Ndryshe nga që vepron njeriu I cili është gjunaqar, për shkak se ai e di që është gabimtar dhe se po e kundërshton fen Allahut subhanahu wa ta'ala. Madje njeriu I cili bën gjunahe I friksohet Allahut subhanahu wa ta'ala dhe e pret se një ditë do të ndëshkohet nëse don Allahu që ta ndëshkojë atë. Për këtë arsye shpesh herë ndodh që njeriu gjunaqar shumë shpejt të kthehet dhe të pendohet nga gjunahet e tij dhe të tërprohet nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Ndryshe nga një njeri bidatit, pra ndryshe nga bidatçiu tek I cili nuk shfaqen shenjat e pendimit. Përkundrazi, ai është I gëzuar me bidatin e tij, madje I thret njerëzit për tek bidati që ai vepron. Dhe prej të këqijave të bidateve është që personi bidatit dhe bie në bidatin e tij dhe I thret njerëzit për tek ajo. Po ashtu prej të këqijave të bidateve
është se personi i bidatit, pra atij nuk i jepet sukses që të pendohet tek Allahu subhanahu wa taala, siç e përmendëm, ndryshe nga gjunahqari, sepse gjunahqari shpesh herë ndodh që ai të kthehet, pendohet dhe të jepet sukses për pendim tek Allahu subhanahu wa taala. Thotë Sheh Muhammed ibn Abdul Wahhab, Allahu e mëshiroft, pra që Allahu e ka izoluar pendimin nga njeriu i bidatit, kjo është e transmetuar nga hadithi i Enesit radhiyallahu an dhe është prej haditheve mursal të Hasenit. Dhe këto Sheikh Salih Al-Fuzan, Allahu ruaj, thotë se ky ether, pra që Allahu e ka izoluar pendimin nga njeriu i bidatit, thotë kjo është i transmetuar nga i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam me zinxhir që shkon deri tek ai. Po ashtu siç e përmendëm, është transmetuar dhe me zinxhir mursal, që do të thotë është zinxhir i shkëputur, që nuk mbërrin deri tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj Sheikh Muhammed ibn Abdul Wahhab, Allahu më shëroft, vazhdon dhe thotë se nga Ibn Waddah përmendet se ai ka transmetuar nga Ajubi se ka thënë: tek ne ishte një njeri i cili kishte një mendim bidati. Ishte një njeri i cili kishte mendim bidati, pra i medhheb bidateve. Dhe kështu ai e la dhe e braktisi atë medhheb të tij. Ndërsa unë shkova tek Muhammed ibn Sirini, Allah më shëroft, dhe i thash: a e ke vënë re se filani e ka lënë mendimin e tij, e ka braktis pra medhhebin e tij? Ai tha: shikoje se çfarë mendimi do të ketë dhe ku do të përfundoj. Çfarë mendimi do të ketë dhe ku do të përfundoj. Pra mos u nxito. Vërtet ai është kthyer dhe e ka lënë atë medhheb të tij të gabuar, por se shikoje se çfarë mendimi do të përqafoj. Sepse fundi i hadithit është më i rëndë se sa fillimi i tij. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: yamruquna min al-islami thumma la ya'uduna ilayh. Ato dalin prej fesë islame dhe pastaj nuk kthehen më në të. Pra fundi i hadithit thot është më i rëndë se fillimi i tij. Këtu Sheikh Salih Al-Fuzan, Allahu ruaj, thot se ky njeri ishte në bidatin e xhavarixhve. Dhe kështu një ditë pra e braktisi dhe e la bidatin e xhavarixhve dhe medhhebin e tyre. Kështu ky person, ky njeri që e pa këtë njeri që u pendua, u gëzua shumë dhe shkoi tek Muhammed ibn Sirini, Allah më shëroft, i cili ishte njëri prej imamllarëve të tabinëve, dhe e përgëzoi atë se filani e ka lënë mendimin apo e ka lënë bidatin e xhavarixhve. Mirë po, Muhammed ibn Sirin, Allah më shëroft, nuk u gëzua me një gjë të tillë. Përkundrazi, ai i tha atij që vëri re atij, shikoje me vëmendje atë se çfarë mendimi do të përqafoj, çfarë medhhebi tjetër do të përqafoj. Sepse ai nuk do ta lëri bidatin e tij dhe të kthehet tek suneti. Porse do të shkoj tek një bidat i cili është akoma më i rëndë. Dhe kjo është pikërisht nga kuptimi i thellë dhe i madh që kishte Muhammed ibn Sirimi për fenë e Allahut Azza wa Jall. Përse? Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: yamruquna min ad-dini thumma la ya'uduna ilayh. Ato dalin prej fesë dhe pastaj nuk futen më, nuk kthehen më në të. Pra Muhammed ibn Sirin, Allah më shëroft, nuk priste prej tij pendim nga bidati i tij, por se priste prej tij që do të dilte nga një bidat dhe do të futej në një bidat tjetër i cili ishte më i rëndë dhe më i keq. Edhe kjo për shkak të fjalës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ata dalin prej fesë dhe pastaj nuk kthehen më në të. Dhe kjo është ajo që ndodh në shumicën e rasteve, thot shehu, dhe kjo është ajo çfarë ne kemi parë tek xhavarixhët
e sotëm, ti nëse jo atërheq vretin atyre dhe i paralajmëron ata ditën dhe natën, ata nuk do të heqin dorë kur nga bidati i tyre. Edhe kjo është diçka e provuar dhe që e kemi parë, thot shehu Allah ruaj. Sepse Khawarijët e shohin veten e tyre se janë në të vërtetën dhe janë në rrugë të drejtë. Madje shejtani u azbukuron atyre bidatin e tyre. Prandaj që ata kurrësi nuk e shohin veten e tyre përveç se tek e vërteta. Prandaj që njeriu kur nuk e pranon të vërtetën, kur njeriu nuk e pranon dhe gabimin, atëherë ai sprovohet me diçka që është më rënd. Dhe kjo është pikërisht çështja e njerëzve të bidatit. Prej tyre pra, apo prej një Kharijiju, pra një njeriu që ka përqafuar me dhëbin e Khawarijëve, nuk pritet që do të pendohet nga bidati i tij. Por se pritet se ai do të shkojë tek një bidat tjetër i cili është më i rënd. Dhe kjo thot shehu, bazuar tek hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që e përmendëm, që ata dalin nga feja, pastaj nuk kthehen më në të. Prandaj i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam nuk flet nga mendja, por se ai flet me shpallje nga Allahu subhanahu wa taala, ndaj që patjetër që do të ndodh ajo për cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka njoftuar që do të ndodhi. Thot Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, Allah më shroft, është pyetur Imam Ahmedi për kuptimin e tij, pra për kuptimin e këtij hadithi, dhe ka thënë se nuk u jepet sukses për pendim. Nuk u jepet sukses për pendim. Thot Sheikh Salih Al-Fuzan, pra Imam Ahmedi, Allah më shroft, është pyetur për fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, yamruquna min ad-dini thumma la ya'uduna ilayh. Ato dalin prej fesë dhe nuk kthehen më në të. Do të thotë që nuk kthehen më në të, do të thotë që nuk i jepet sukses atyre që të pendohen tek Allahu subhanahu wa taala. Sepse pendimi nga ana gjuhësore është kthimi. Kur thu tabal insanu, u pendua njeriu, do të thotë u kthye. Pra pendimi nga ana gjuhësore do të thotë kthim. Thuhet u penduat, do më thonë u kthye nga gabimi i tij. Prandaj që ata nuk pendohen. Pra dalin prej fesë dhe nuk pendohen. Kjo është kuptimi i hadithit. Pra siç e vëmë re, kjo tregon se bidati është shumë i rrezikshëm për njeriu dhe se ai bëhet pengesë për njeriu që të pendohet dhe që të kthehet tek Zoti i tij, Allah na ruaj. Thot Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, Allah më shroft, thot tema e fjalës së Allahut të lartësuar, ja ahlul kitabi lima tuhajjuna fi Ibrahim, deri tek fjala e tij, wa ma kana min al mushrikin. O ju i star të librit, përse debatoni për Ibrahimin, deri tek fjala e tij që thot, dhe Ibrahimi pra nuk ishte prej idhujtarëve. Autori Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, Allah më shroft, deshi sqaroj pra nëpërmjet kësaj teme se realiteti i Islamit dhe arritja e vlerave madhështore të Islamit nuk bëhet ndryshe përveç se nuk bëhet vetëm thjesht duke u përkatësuar tek feja islame dhe duke ju atribuar fesë islame, por se ajo bëhet dhe arrihet duke realizuar pra vërtetësinë e Islamit dhe duke ju përmbajtur rrugës së pejgamberëve dhe të dërguarve të Allahut, ndërsa vetëm thjesht që ti të përkatësohesh fesë islame, atëherë kjo gjë nuk mjafton. Dhe këtu Sheikh Salih Al-Fuzan shpjegon këto ajete të Kuranit që i ka sjell Shehu Allahu më shroft dhe thot se idhtarët e librit janë çifutët dhe të krishterët. Dhe kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thriti ata për në Islam dhe u tha se unë jam i dërguari i Allahut tek të gjithë ju, i dërguari i tij që posedon
sundimin e qiellit dhe tokës. Atëherë ata çfarë thanë? Thanë që ne nuk të pasojmë ty. Ne jemi në fenë e Ibrahimit alayhis salam. Mirë pa Allahu subhanahu wa ta'ala i refuzoi ata dhe tha inna awwala an-nasi bi Ibrahim alladhina ittaba'uhu wa hadha an-nabiyyu walladhina amanu wallahu waliyul mu'minin. Thot me të vërtet njerëzit më të afërt dhe më të drejtë që t'i atribohen Ibrahimit janë ata të cilët e pasuan atë në kohën e Ibrahimit alayhis salam dhe ky pejgamber, pra Muhamedi alayhis salam, dhe ata të cilët besuan bashkë me pejgamberin Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu waliyul mu'minin. Me të vërtet pra Allahu është mbrojtësi i besimtarëve. Pastaj Allahu subhanahu wa ta'ala tha ja ahlal kitabi lima tuhajjuna fi Ibrahim. O ju i start librit, përse debatoni për Ibrahimin? Do më thënë që çdo njëri prej jush pretendon se Ibrahimi alayhis salam është në fenë e tij. Ndaj që çifutët thonë se Ibrahimi ishte jehudi, ndërsa të krishterët thonë se Ibrahimi alayhis salam është i krishterë. Subhanallah, thot shehu, Teurati dhe Injili kur kanë zbritur? Ata nuk kanë zbritur përveç se mbas Ibrahimit alayhis salam, pas një kohë gjatë mbas vdekjes së tij. Prandaj si mundet që Ibrahimi alayhis salam të jetë jehudi apo të jetë i krishterë? Dhe madje një gjë të tillë e përgënjeshtron dhe realitetin. Ja ahlal kitabi lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilat at-Taurat wal Injilu illa min ba'dih afala ta'qilun. O ju i thartë të librit, përse debatoni për Ibrahimin, ndërkohë që Teurati dhe Injili nuk kanë zbritur përveç se mbas tij. Pra Teurati dhe Injili kanë zbritur shumë kohë mbas Ibrahimit alayhis salam. Afala ta'qilun, a nuk logjikoni, thot? Pra një gjë të tillë, thot shehu, nuk e thot njëri që ka logjik. Sepse si mundet që dikush është i hershëm të jetë pasuesi i tij që vjen pas tij? Por se ajo që është e logjikshme është që ai që vjen pas është pasuesi i atij që është përpara tij edhe që ka jetuar përpara tij. Prandaj që Ibrahimi alayhis salam nuk ishte jehudi, sepse Teurati ka zbritur mbas vdekjes së tij për një kohë gjatë. As nuk ishte i krishterë për shkak se dhe Injili i ka zbritur Isait alayhis salam. Pra kjo është që të lozësh me mendjet e njerëzve dhe nuk ka dyshim që është humbje e qartë. Walakin kana hanifan. Mirë për Ibrahimi alayhis salam ishte hanif. Pra ai që bën të adhurimin të sinqert për Allahun azza wa jall, që adhuron të Allahut vetëm pa ortak. Ishte hanifan musliman. Edhe musliman, do të thotë muwahhid, që veçon të Allahun me adhurim. Pra Islami është tauhidi dhe Islami është feja e gjithë pejgamberëve. Dhe Islami është veçimi i Allahut subhanahu wa ta'ala me adhurim. Edhe nëse kanë dallim nga njëra tjetra legjislacionet e ndryshme që i kanë zbritur pejgamberëve, ato kanë zbritur sipas nevojave të umetit në çdo kohë dhe në varësi të dobisë së tyre. Prandaj që Islami është adhurimi i Allahut vetëm pa ortak, me atë gjë që Allahu i lartësuar e ka legjësuar në çdo kohë, në varësi të saj. Prandaj që ata që besuan Teuratin dhe punuan me Teuratin në kohën e punimit të tij, pra në kohën që duhesh punuar me të, ata janë musliman. Ndërsa ata që besuan Injilin dhe punuan me Injilin në kohën e të punuarit me të, ata janë musliman. Ndërsa ata që besuan Kur'anin dhe punuan me të në kohën e tij, ata janë musliman, sepse që të gjithë janë që e kanë veçuar Allahun subhanahu wa ta'ala me
adhurim. Pra që tauhidi është feja e gjithë pejgamberëve, po ashtu Islami pra është feja e gjithë të dërguarve. Pastaj Sheh Muhammed ibn Abdul Wahhab, Allah më shëroft, përmend ajet tjetër dhe thot: "Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsahu wa laqad istafaynahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina as-salihin." Dhe kush është ai i cili largohet e braktis fenë e Ibrahimit, përveç atij që e ka bërë veten mendje lehtë, përveç atij që e ka marrë veten për budalla dhe ignorant. Me të vërtet ne e kemi përzgjedhur atë në dunja, pra Ibrahimin alayhis salam, dhe me të vërtet ai në ahiret do të jetë prej njerëzve të mirë. Thot Allah subhanahu wa taala. Këtu Sheikh Saleh Al-Fawzan thot se fjala e Allahut të lartësuar që thot ai i cili heq dorë apo largohet nga feja e Ibrahimit, do të thot pra ai që e lën dhe braktis atë. Dhe feja e Ibrahimit alayhis salam ishte tauhidi dhe bërja adhurimit të sinqertë vetëm për të. Prandaj thot: "Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsahu." Dhe kush heq dorë nga feja e Ibrahimit përveç atij që e ka humbur veten, në disa komentime përveç atij që e ka shkatruar veten, përveç atij pra që e ka shpallur veten ignorant dhe mendje lehtë. Sepse thot mendje lehtësia, thot shehu, është pa pjekuri dhe mangësi në mendje dhe në logjik. Pra ai është mendje lehtë në veten e tij, ndërkohë që pretendon se është një njeri me logjik të shëndosh, mendon se është një njeri i urtë dhe se i kupton të gjitha gjërat. Mirë, po në realitet ai është mendje lehtë. Është mendje lehtë dhe është ignorant. Prandaj që ai i cili e lën Ibrahimin, e lën fenë e Ibrahimit alayhis salam, ai është njeri pa dije. Wa laqad istafaynahu, më të vërtet ne e kemi përzgjedhur atë Ibrahimin alayhis salam fi dunya, në dunja. Pastaj thot: "Wa innahu fil akhirati lamina as-salihin." Pastaj në ahiret ai është prej njerëzve të mirë. "Idh qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin." Kur i tha Zoti i tij dorëzohu, aslim, nënshtrohu, ai i tha jam nënshtruar Zotit të gjithësisë, Zotit të botrave. Pra Ibrahimi alayhis salam e bëri adhurimin të sinqert vetëm për Allahun Azza wa Jall dhe e braktisi adhurimin e idhujve dhe statujave. Madje i theu dhe i shkatroi ato dhe u distancua prej idhujve dhe prej njerëzve të cilët i adhuronin ato idhuj. Madje ai gjatë kësaj rruge edhe u dëmtua nga ana e idhujtarëve. Prandaj aty çfarë thot? Kur Zoti i tij i thot dorëzohu dhe ai tha jam dorëzuar Zotit të botrave. Domethënë nënshtroju Zotit të botrave dhe mos ju nënshtro askujt tjetër veç tij. Dhe askujt tjetër veç tij. Përmendim dhe këtë transmetim dhe inshallah mbyllim për sot. Thot Sheikh Muhammed ibn Abdul Wahhab, Allah më shëroft, po ashtu në këtë temë përmendet hadithi Khawarijve, të cilën thot e përmendëm pak më përpara. Thot Sheikh Saleh Al-Fawzan, Allah ruajt, dhe hadithi është yamruquna min ad-dini kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyya thumma la ya'uduna ilayh. Thot ato dalin prej feje sikur se del shigjeta prej prehës, pastaj nuk kthehen më në të. Dhe ky është bidati i Khawarijve. Ky është bidati i Khawarijve. Pastaj Sheikh Muhammed ibn Abdul Wahhab thot, po ashtu në Sahihun e Bukharit transmetohet se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Inna ala abi fulanin laysu li bi awliya, innama awliyai al-muttaqun." Më të vërtet, familja e Abu Fulanit apo e babait të filanit
nuk janë miq dhe të dashurit e mi, por se të dashurit e mi, miqt e mi janë të devotshëm. Janë të devotshëm. Pra i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam u distancua nga një njeri i cili nuk është në fen e tauhidit. Edhe nëse ai është prej njerëzve të afërt të tij dhe me prejardhje nga prejardhja e tij. Prandaj që i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam nuk e don atë. Dhe ata nuk janë të dashurit dhe miqtë e tij. Prandaj që ai nuk i don ata për aq kohë sa ata janë në një fe tjetër përveç fesë së tij sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, miqtë dhe të dashurit e Allahut janë të devotshmit. Qofshin ata prej njerëzve të afërt të tij, apo prej atyre që nuk janë nga prejardhja e tij. Kështu që Salman al-Farisiu, Bilal ibn Rabah al-Habashiu dhe Suhejb ar-Rumi, ata nuk ishin prej njerëzve të afërt të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por se ishin prej robërve të liruar. Ishin qenë sklever, robër, pastaj besimtarët i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam bashkë me besimtarët i liruan ata nga sklavëria. Pra ishin prej robërve të liruar. E megjithatë, ata mbas islamit të tyre u bën njerëzit më të afërt tek i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe nga njerëzit më të dashur të tij. Pse? Sepse ata ishin besimtarë. Ndërsa Ebu Lehebi ishte armiku i të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam, edhe pse ai ishte xhaxhai i tij apo vllai i babait të tij. E megjithatë pra, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam u distancua nga xhaxhai i tij. Prandaj që çështja nuk është çështje afërsie. Nuk është çështje afërsie. Kështu që afërsia me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam nuk ka fisnikëri pa fe. Pra nuk është se ka ndonjë fisnikëri ti jesh afër me prejardhje me të, nëse nuk ka fe. Përkundrazi pra, njeriu kur është në fenë të dërguarit të Allahut dhe ka dhe lidhje me prejardhjen e tij, atëherë kjo është fisnikëri. Madje tek ai person që ka të dyja këto, mblidhen të dyja fisnikërit. Pra që ka edhe fisnikërin e afërsisë me të dërguarin Allah sallallahu alaihi wasallam, edhe fisnikërin e fesë. Edhe fisnikërin e fesë. Pra, një person kur nuk e ka fen, atëherë lidhja farefisnore me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam atij nuk i bën dobi kurrë. Nuk i bën dobi kurrë. Pra aq kohë sa ai e kundërshton fen e të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam u distancua nga familja e Ebu Fulanit apo babait filanit. Ata ishin disa të afërt të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam, të cilët nuk besuan tek ai. Prandaj që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u distancua prej tyre dhe tha që ata nuk janë miqt dhe të dashurit e mi. Por se miqt dhe të dashurit e mi janë njerëzit e devotshëm, nga cili do lloj apo race qofshin ato. Pra kjo është një distancim nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndaj idhujtarëve. Edhe nëse ata janë pra prej njerëzve të afërt të tij. Ndaj që në një hadith tjetër çfarë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, man batta bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Thot atë që e vonon vepra e tij nuk e shpejton prejardhja e tij. Pra një njeri që me veprat e veta është mbrapa me fenë Allahut, nuk e ka adhuruar atë. Ai sado lidhje farefisnore të ketë me të dërguarin Allahut nuk i bën dobi. Pra atë që e vonon vepra e tij nuk e shpejton prejardhja e tij farefisnore.
Pra e gjitha kjo çfarë tregon? Tregon që njeriu do të ketë frikë Allahut. Ta besoj Allahun me sinqeritet. Ta pasoj rrugën e të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. Dhe të heqë dorë nga bidatet, devijimet dhe çdo lajthitje tjetër. Dhe ata të cilët jetojnë në vendet arabe sot, që ka prej tyre që kanë lidhje, që kanë prejardhje nga familja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të mos mashtrohen se kjo lidhje me prejardhjen e tij do t'i bëjë dobi. Përkundrazi ajo që të bën dobi nuk është gjë tjetër veç se kapja mbas fesë me të cilën erdhi i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe duke zbatuar atë pikërisht ashtu sikurse ai mësoi sahabët dhe shokët e tij. Elus Allahun na bëj dobi me këto mësime të begata. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.